Protestat qytetare janë një element normal i demokracisë, ndërsa dialogu mbetet sfida kryesore e politikës shqiptare. Kështu u shpreh ambasadori i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, i cili vlerësoi faktin se protestat në vend zhvillohen kryesisht në mënyrë paqësore dhe me respekt për të drejtën e qytetarëve për t'u shprehur. Protestet janë një aspekt normale e jetës demokratike dhe shumë gëzohem që Shqipëria u bëu tani një vend ku protestë të tillë mund të kenë pjesë, mund të organizohen edhe në mënyrë shumë qytetare, në mënyrë shumë paqësore. Ka patur disa incident, por në përgjithësi nëse shikon pas më shumë se një muajve nuk ka patur incident të rëndësishme. Duke komentuar klimën politike në vend, ambasadori u ndal edhe te polarizimi politik, duke theksuar se pluralizmi është një vlerë e demokracisë, por nënvizoi se debatit politik i mungon dialogu konstruktiv dhe një komunikim më i respektueshëm mes palëve. Fakti që ekzistojnë polët 2 ose 3 ose më shumë polët në fushë politike është diçka normale. Është tamam karakteristike e vendeve demokratike. Fatkeqësisht duhet të thoni që dialogu në politikë në Shqipëri nuk është në nivelin i duhur. Këto deklarata ambasadori i prezencës së OSBE-s në Shqipëri, Michel Taran, i bëri gjatë vizitës së tij në RTSH Korça, ku zhvilloi takime me drejtuesit dhe stafin e këtij institucioni mediatik.